Jemi në live stream në YouTube, po ju prezantoj Kristel Staffen. Mirë se erdhe, Kristel. Se Kristel prezanton brandin Blueberry. Blueberry, po. Jo si ajo gjaham. Jo si Boronica. Blueberry ka lind me idenë e blues, me që ishte vetëm jeansi ku do pikturoheshe. Po pas kësaj dolën dhe gjaketat e lëkurës, fillova ta zeroj pak më shumë, fillova të pikturoja të atletet. Po shumë interesante kjo. T'ju prezantoj. Kristel ka nisi startup që është pikërisht kështu. Nuk i prodhojnë vetë veshjet, pra nuk ka një sipërmarrje për prodhimin final të veshjeve, por mbi veshjet mund personalizohen duke pikturuar. Nëse ti qosh pak, ideja e brandit tim. Okej, pra domethënë është kjo këtu. Pra ti ke pikturuar. Te kjo xhaket gjithë, super, jo, por kjo është ide shumë interesante. Ideja është që ti t'i japësh shihet veshjes tënde. Dhe ta bësh unike. Dhe ta bësh unike. Dhe i jep një personalitet, i jep ngjyra, ti krijon imazhe nga më të ndryshme çka kërkon ti të bësh. A je piktore ti? Unë faktikisht kam përfunduar studimet për drejtësi. Po dore dhe kjo është thjesht një talent i lindur që unë e kisha harruar që e kisha aty dhe e kam vënë në punë shumë shpejt. Kristel, po shumë interesante kjo ideja që dikush mund të marri, mund ta marri një xhaket jeans, mund ta marri një xhaket lëkure. Atletet, Converse-ët e vet mund t'i personalizoj. Cilat janë kërkesat që të vinë më së shumti, apo të lënë dorë të lirë dhe ti bën çdo? Faktikisht kam kërkesa, fillojnë që nga cartoons, se kapën grup mosha të ndryshme, duke filluar që nga fëmijët, mosha mesatare shkon 35-40 vjeç maksimumi. Dhe fillojnë nga cartoons, ka ide pastaj më të veçanta që duan portrete, duan foto që i kanë kujtime. Nga këto kam pas një që këto e kam diskutuar me gjithë, sepse më kanë ngel, është gjëja më e veçantë që unë kam punuar. Ka qenë fotoja e Dora duke mbajt dy duar duke mbajt njëra tjetrën, dhe ishte fotoja e fundit që zonja kishte me të ëmën, para se të ndronte jetë, dhe vendos ta mbante kujtim gjithë jetën mbi shpinë këtë. Dhe janë ca gjëra që ti artin, domethënë ideja është që ti këtë artin mund ta mbash gjithkohës me vete, mund ta veshësh. Dhe është një gjë shumë e veçantë. Kristeli, ku bën ti diferencë nga printi? Për shembull, sot printi mund të dali me një kosto shumë më të ulët se që është një puni me dorë. Një puni me dorë ty të merr kohë, dedikim, shumë talent mbi gjitha, sepse kam përshtypjen që do duhet të bësh diferencën, por ndërkohë printi është gati. Po ndërkohë printi nuk ka jetë me të, nuk ka shpirtin, nuk e ka shpirtin. Ti ma thuaj si a den me këtë, kur ndërkohë dikush mund zgjedh të bëj print, dikush tjetër zgjedh ta bëj me dorë. Ajo është çështje personale, po mendoj që kjo i jep një jetë tjetër, i jep veçori të tjera piktura, sepse ti merr kohën tënde, shpenzon nga dita jote, shpenzon orët e tuaja. Dhe jep shpirtin tënd me nxjerr një gjë që klienti të jetë i kënaqur, ndërsa makineria është thjesht printoje dhe nuk ka asnjë gjë. Kristeli, si operon ti? Instagram më shumë, pra si të vjen ty marrë? Atëherë pse s'ka hap një website që ta bësh çik më zyrtare, gjën, ta bësh më pak bën më është në përgatitje e sipër dhe website, po duke qenë se ka qenë pjesa e personalizimit gjithkohës dhe nuk kam dash t'i kufizoj njerëzit, kam dash me e lënë të lirë, që ti mund zgjedhësh, ti ke një ide komplet tjetër nga ajo çfarë dua unë dhe nuk mund të ndaloj ty që duhet marrësh patjetër këtë produktin. Dhe për këtë kam lënë që të zhvillohet pak më shumë si brand, tani që është momenti duhet normaliza. Ti duke më thënë që funksionon më mirë komunikimi me DM se sa me... Mendoj që po. Okej. Sepse mendoj që kontakti me klientin është gjithmonë më i rëndësishëm, se duhet kuptohesh drejt për drejt. Produktin e parë e blen ti apo ta sjellin klientët? Tani, zakonisht... Pra xhupin e blen ti apo duhet ta sjell unë? Zakonisht e kam unë, por gjithsesi e jap të drejtën klientit, sepse ka ca gjëra, unë personalisht kam ca gjëra që krijojnë lidhje emocionale dhe nuk du ta heq. Pavarësisht se ajo mund vjetrohet, thjesht du ta kem aty, po du ta rindërtoj. Dhe mund të përdor këtë gjë që du ta rindërtoj prap, kam një xhaketë vjetër që nuk po e vesh dot më se ka dalë nga moda tani. Dhe rindërtojmë dhe ja jap këtë mundësi njerëzve. Ama rrobat të cilat natyrisht kalojnë dhe proceset e ditë, do t'i lajmë një moment. Pra xhaketa jeans
ti ke bërë një super art mbrapa, po mua më duhet ta laj në një moment. Dhe normalisht Prishet? mund ta lash këtë. Pra nuk prishet përpara se unë piktura. të dilja të kjo që të krijoj një Okej. brand, mu desh mu bërë shumë zhvillime, shumë Kërkime. kërkime përpara kësaj dhe mund ta lash në lavatriçe me 30 gradë dhe nuk e gjen asnjë Pra gjë. nuk prishet piktura. Jo. Okej. Mund të them që është dhe më safe se stampimi, me që po flisim për stampimin. Ti e di më mirë se ti ke bërë kërkim, unë se di, unë bëj pyetje më naive se po mendoja nëse do të kisha marrë një xhaket dhe realisht po mendoj tani të cilë një gjë për ta personalizuar Patjetër. për ti me bi. Thash më vetë, okay, në një moment siç janë fëmijët që i bëjnë pis, duhet Po, po normalisht- mund të iki piktura mbrapa. Normalisht ajo nuk diskutohet, mund ta lash sa herë të duash dhe ajo do rri si e re. Në qoftë se ti mund të kesh në një moment në një zbeje të ngjyrës, unë gjithsesi mundohem të jem gjithmonë shumë afër me klientët. Okej. Dhe ja jap edhe mundësinë që po mund ma sesh dhe ta ripunoj, që ti bëjmë ngjyrat pak më. Pra ti e mban edhe më vonë marrëdhënien me klientët. Po, kam Okej. marrëdhënie shumë të mira me gjithë klientët e mi dhe kam klientë Fantastike. shumë të vjetër dhe sepse mundohem të jap përparësi se para ata nuk kemi asgjë. Qartë. Kjo është pyetja e fundit. Muza, tani që u shndrua dhe në një panajir për të lidhë marrëdhëniet me njëri tjetrin, mua më duket sikur tani siç po ma shpjegon ti biznesin tënd, është një pikë shumë e mirë për të lidhur me të tjerë, të cilët mund të kërkojnë artin tënd, por vetëm prodhojnë veshjet. Po. Ke filluar ti të bësh to kontaktet që Po, patjetër. kush nuk t'interesoj për bashkëpunime? Patjetër, muza në fakt më ka ndihmuar për të lidhur shumë kontakte me shumë brende të ndryshme, si në Shqipëri dhe si jashtë Shqipërisë. Dhe për këtë jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë këtu. Kristeli, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë. Ishte Unë kënaqësi. shoh ty të shkëlqejnë syt, duket që dashuron punën që bën. Live streami nga Pallati i Kongreseve ku është sepi jon me Muza Talks, vazhdon, kështu që qëndroni aty në YouTube. Faleminderit.